Skenkrimi të shtunën u ndal në dy çështje të rënda kriminale që mbizotruan ditët e fundit: vrasja e biznesmenit italian të Pelen, Eduardo Sarci, dhe zbardhja e vrasjes së Klevis Leshit. Pjesa e parë u ndal tek viktima e fundit e historisë kriminale në vend, teksa duket se misteri ka kapluar atë që ndodhi me biznesmenin e tullave. Katër të shoqëruar që tashmë janë liruar, por që dëshmitë e tyre janë kontradiktore, e teksa grupi hetimor nuk mundet dot që të drejtojë gishtin tek askushi për atë që ndodhi. Të ftuarit e emisionit, ish prokurori Ervin Karanja dhe eksperti kriminalistikës Artan Rexhepi hodhën në diskutim tezat e para mbi atë se çfarë mund të kishte ndodhur. Versioni kryesor hetimor do ishte me një vrasje nga pagëdhesia në gjueti. Në gjueti jo vetëm këtë rast, por edhe shumë raste tjera ka ndodhur, gjaktarët që pagudësia me armë, se prandaj quhet pagudësi, sepse edhe arma ka rregulla për mbajtjen e saj, por kjo është pista e parë. Dhe për të hetuar në pistën e parë duhet shifet e parë shkaku i dëmtimit dhe distanca e dëmtimit të personit. Pra duhet parë shkaku i dëmtimit dhe me çfarë mjeti është shkaktuar ky dëmtim. Duke parë mjetin dhe shikohet, po të jetë armë gjau, domethënë tregohet që është me armë gjau, sepse po të kemi parasysh viktima ka pasur një dëmtim dhe ka qenë nga gjakredhja. Domethënë vend ngjarje mund të ketë qenë në vend tjetër. Pra duke ardhur personi është një arterie kryesore, domethënë këtu në kofsh. Në kofshë, edhe raste tjera dëmtimi i saj qoftë edhe me mjete të vogla. Shkon me sekonda. Edhe me mjete, jo si armë zjarrit, po edhe me mjete prerëse të tjera, shkakton edhe cop xhami, shkakton vdekjen e menjëhershme, nuk mund të mbahet. Ka pasur 10 raste, është arterie kryesore dhe shkakton pasojë. Gabimi që bëjnë rëndom qytetarët është mungesa e transparencës dhe sinqeritetit para hetimit. Nuk ka pse të mos thuhen të vërtetat dhe vërtetat koordinohen me ato që shihen në vendngjarje dhe situata ecën shumë më mirë, pastrohet. Përse mendon që mund të jenë dëshmitë kontradiktore, se të paktën nga informacionet që kemi marrë janë shumë kontradiktore. Na dolën prit, më falni për ndërprerje. Nuk fol që na dolën prit më duket. Po, kështu hodhën në fillim teza e diskutimit. Makina s'ka dëmtime, ku që pritet? Pastaj thash, 5 gjyqtarëve në moment që vrasin Leburin Eci nuk janë askushi. Do kishte shkëmbim zjarrit, pa do të jetë preva të tjera. Besoj. Përse mendoni që mund të ketë dëshmi të kësaj natyre? Përse i bëjnë për të shpëtuar ndoshta edhe paniku me një viktim. Nuk besoj se ai shoqërohet me njerëz kontingjent me precedentë që nuk i njohin. Pjesa e dytë e skenkrimit tolli dritë me një akmarrje të rëndë që prodhoi 5 viktima në vendin tonë. Burrat e një fisi u shuan të gjithë nga dora porositëse e Aurel Hoxhës, pas vrasjes së vëllait të tij në 2012 në Britaninë e Madhe. Karanja bëri një analizë të kësaj akmarrje duke thënë se parandalimi i saj ka qenë i pamundur për disa shkaqe. Parandalimi i kësaj akmarrje për mendimin tim është i vështirë. Pse? Sepse problemi është sepse nuk është që ngjarjet kanë ndodhur në Shqipëri. Edhe shkaku i konfliktit që ka nisur që në fillim është vrasja ka ndodhur në Birmingham të Anglisë. Pra shkaqet janë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra kemi të bëjmë me një krim ndërkombëtar. Leshi, shtetësi Arben Leshi, i cili ishte autori i parë që është shkaku kryesor i kësaj ngjarje, ka vrarë shtetësin Hoxha me vllajën e Aurel Hoxhës. Dhe kjo ka shërbyer si sakt. Ata kanë qenë miq bashkë, nga që kemi parë nëpër media. Ka qenë Hoxha që e ka thritur, domethënë që e ka ftuar në Angli Arben Leshin dhe aty ka ndodhur një konflikt ku ka qenë një ngjarje e rëndë e ndodhur në Angli, ku shteti anglez nëpërmjet gjykatave ka vendosur përfundimisht për veprën penale të kryer, Arben Leshi do të dënohet me burgim përjetshëm. Eksperti Artan Rexhepi e cilësoi si një ngjarje horror të gjithë ato që ka ndodhur, duke bazuar dhe logjikën kanonore që është ndjekur. Informacioni që mora është kanoni i Dibrës. Ku të dhëmbë më shumë dhe pa rallë. Pra këtë gjesh. Fjalë për fjalë këshuarit dhe gjej. Ku të dhëmbë më shumë dhe pa rallë, sepse edhe diskutova edhe me një kolegon tim që të ma deshifronte, këtë gjesh përpara. Normalisht pa çështje moshe. Ku të dhëmbë më shumë, fjalë për fjalë. Po përfshihen gratë e fisit dhe vajzat? Se këtë është e paqartë ndoshta, se këtu jemi okay. Po ndoshta kanë këtë pjesë e burrave, kanë përshtypjen këtë pjesë kanë ruajtur. Nuk pretendoj, jam kriminalist, nuk pretendoj që jam njohur me themel. E para një herë. Jo. Nuk prekë gruaja e fëmia në 9-18 vjeç. E para një herë nuk jam dakord fare që të themi, thjesht
thash se ndodh. E dyta, mund tjetë frika nga ndonjë reagim i seksit mashkull se nesër do riten, pra hyra që hyra kësa rrugë t'i shuaj të tërë, por në konceptin tim dhe, si që tha dhe prokurori, hajde, vrasja është e pa motivuar fare. Para njerë, personat që flasim janë në statusin e të dyshuarit, por ne po bëjmë thjesht një analizë. E para, hajde se vrave një person, le themi Dorzin. Pastaj që kusur kanë tjerët, sepse i vetë vlajnë për vlajnë, po ndërkohë vlajnë me vlajnë mund mos flasi fare, mund të kenë konflikte, mund të kenë konflikte prona, kështu që kjo është rrire, kështu e pakufishme. Kjo njerë për mua është një ngjarje horror që t'i vë emrin në dorë në moral. Unë thjesht citova diçka të gjetur do.